Përshëndetje, në këtë video do të vazhdojmë me analizimin e të dhënave. Atëherë, duke përdorur rekordimin që e bëm në videon e kaluar, shkojmë tek folderi ku gjendet ajo dhe përzgjedhim folderin të cilin do të dëshirojmë të analizojmë. Për këtë analizim, si fillim do të përdorim Pupil Capture, ku me drag and drop e vendosim folderin në hapësirën e punës. Tani do të shfaqet rekordimi i cilin e bëm. Duke përdorur butonat Next Fixation dhe Previous Fixation, mund që të bëjmë analizë më të thjeshtë, ose vetëm ta vendosim si video dhe ta rishikojmë her pas here. Tani, pika e gjelbër tregon ku ndodhet fokusi ynë gjatë çdo sekundi, por kjo nuk është mënyra më e mirë për të analizimin të këtyre të dhënave specifikisht. Mënyra më e mirë është të bëjmë eksportimin e këtyre të dhënave duke përdorur butonat në menyn anash dhe duke përdorur vegla tjera. Pasi kemi bërë eksportimin e saj, ky folder do të vendoset në videon ku i patëm rekordimet herën e kaluar. Për këtë video kemi zgjedhur të përdorim Blink Shift si vegël për vizualizimin e të dhënave. Atëherë presim derisa të filloj Blink Shift. Atëherë, duke bërë drag and drop, mund gjithashtu vetëm të marrim të rreqim eksportimin e videos të kaluar, ku Blink Shifti me njëherë do ta njeh formatin e videos tonë. Shtypim OK dhe vazhdojmë me vizualizimin e të dhënave. Të dhënat fillimisht shfaqen si në formë tabelare, por këto nuk janë shumë të kuptueshme për neve dhe nuk na hyn në punë. Kështu që ne i bëjmë vizualizimin e tyre. Atëherë, më mirë është të përdorim dy lloj të vizualizimeve. Si fillim e zgjodhem line graph, por ka dhe shumë të tjera. Dhe pas kësaj mund të shtojmë edhe një vizualizim mbi të, si film strip, të cilin e kemi vendosur në këtë video. Dhe duke të rrequr nga lart deri poshtë, shohim ku ndodhet fiksimi gjatë gjithë kohës në videon tonë. Ky recording nuk duhet patjetër që të bëhet duke përdorur kësi lloj të veglave, pasi këto mund të jenë më të kushtueshme, por ne mund të përdorim këtë vizualizim mund ta bëjmë edhe duke përdorur kod në Python, të cilën mund ta tregojmë në videot në vijim. Për Blink Shift mund të gjeni edhe shumë video të tjera në YouTube bashkë me tutoriale të cilat mund të jenë shumë të nevojshme për ju.